Qoft lëvduar Jezu Krishti. Të dashur dëgjues, ju përshëndesim kudo që jeni në këtë orë të mesme dhe ju ftojmë që të lutim së bashku Engjëllin e Zotit dhe orën e mesme. Në emër të Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Amen. Engjëlli i Zotit ju falë zojes Mari. E ajo ngjizi për virtyt të Shpirtit Shenjtë. Të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shejtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Ja shërbëtorja e hyjit. U bëft me mua si është fjala jote. Të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shejtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. E fjala u bë njeri. E banoi ndër ne. Të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shejtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Lutu për ne e shenjtja nën e hyjit. Të bëhemi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit. Të lutemi. Hirin tënd po të lutemi o Zot, ndikoje në shpirtin ton, që sikurse në lajmërimin e engjëllit na e zbulove mishrimin e birit tënd Jezu Krishtit, në përmundime e kryq të tij, na udhëheq në lavdinë e ringjalljes, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Lavdiatit e birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Lavdiatit e birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Lavdiatit e birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Po themi një aty të falemi Mari për shpirtrat të purgatorit, ati ynë që je në qiell, u shetroft emrit, ardh mbretëria jote, u bë vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si falim ne fajtorët tanë, mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shejtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Jepua o Zot pushimin e pasosur, dhe i shndrit drita e pambaruar. Pushofshi në paqe. Amen. Engjëlli i Zotit, që je rojtari im, pasi hyje për mëshirë të vet, më ka lënë në mbrojtjen tënde, ti sot më shndrit, më mbaj, më ruaj e më sundo. Amen. Po vazhdoj me lutjen e orës së mesme. Sot është shtunë java 29 gjatë vitit liturgjik C. Psalmet i marrim nga java e parë e psalterit. O hymë e janë ndim. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiati të birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni i orës së 6. Mbret i fort hyj vërtet, që sundon të gjitha sendet, me ndriqim pajis mëngjesin dhe me zjarr shkëlqen mesditën. Shuaj i flakët e shamatave, flake zjarrin e dëmpruesve, jepu trupave shërimin dhe të vërtetën paqe zemrave. Bëje o atë drejtësi dhe t'i birë baraz me atin, bashkë me shpirtin ngushëllimtar, që mbretroni ndër gjithë shekujt. Amen.
Antifona parë. Më pri o Zot udhës urdhërimeve të tua. Psalmi 119, pjesa 5. Ma trego Zot udhën e ligjeve të tua, dhe unë do ta mbaj gjithmonë. Mu jep kuptim që ta mbaj ligjin tënd e do ta zbatoj me gjithë zemrën time. Më pri udhës së urdhërimeve të tua, sepse në të e kam kënaqjen time. Prire zemrën time drejt urdhërimeve të tua, e jo drejt lakmimit të pasurisë. Largoj sytë e mi të mos e shohin kotësin. Më përtri në udhën tënde, plotësoja shërptorit tënd premtimin tënd, qua dhe atyre që të druajnë. Më shpëton nga çnderimi që aq fort i trembem, sepse gjygjet e tua janë të mrekullueshme. Oh, sa fort i dua urdhërimet e tua, më përtëri në drejtësinë tënde. Lavdiati e të birit e shpirtit shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Më pri o Zot udhës së urdhërimeve të tua. Antifona 2. Kush e kërkon Zotin, do të ketë çdo të mirë. Psalmi 34. Zoti është shpëtimi të drejtëve. Për herë do ta bekoj Zotin, në gojën time për herë lavdi i tij. Shpirti i mburret në Zotin, le të dëgjojnë të përvujtët e le të gëzohen. Bashkë me mua jepni lavdi Zotit, le ta lartësojmë së bashku emrin e tij. E kërkova Zotin e ai më dëgjoi, edhe më çliroi nga çdo frikë që pata. Shikojeni atë e do të ndriçoheni, fytyra juaj nuk do të turprohet. Ja, ky skamnor e thirri në ndihmë, e Zoti e dëgjoi dhe e shpëtoi nga të gjitha vuajtjet e tij. Engjëlli i Zotit ngreh llogore rreth atyre që e kanë frikë dhe i shpëton. Sprovoni e shihni sa i mirë është Zoti, i lumi ai që shpreson në të. Nderojeni Zotin ju shenjtërit e tij, su mungon gjë atyre që e druajnë. Pasanikët u varfruan dhe patën uri. Ata që kërkojnë Zotin do të kenë çdo të mirë. Lavdiati të birit e shpirtit shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Kush e kërkon Zotin, do të ketë çdo të mirë. Antifona 3. Fytyra Zotit është mbi ata që kërkojnë paqen. Pjesa 2 e psalmit. E janë i obi e më dëgjoni, do t'ju mësoj frikën e Zotit. A dëshiron jetën, o njeri? A dëshiron ditë të shumta për të gëzuar të mirat? Rrudhe gjuhën tënde prej së keqes, gojën tënde prej fjalëve gënjeshtare. Ik prej së keqes e bëj të mirën, kërkoje paqen e ndiqe atë. Sytë e Zotit kqyrin të drejtët, veshët e tij u dëgjojnë në fshamat. Fytyra e Zotit është kundër bakqive, për ta zhdukur prej dheut kujtimin e tyre. Klithin të drejtët Zoti i dëgjon, i liron prej të gjitha vështirësive të tyre. Zoti është ngjat atyre që pendohen me zemër, i shpëton shpirt përgrirët. Sa do të vështira të ketë i drejti, prej të gjithave do ta shpëtoj Zoti. Zoti ruan eshtrat e tyre, asnjë prej tyre nuk do t'u thyhet. E keqja vet do ta vras bakeqin, e do ta paguajnë ata që urrejnë të drejtin. Zoti e shpaguan shpirtin e shërtorëve të vet, nuk do të ndëshkohen ata që shpresojnë të. Lavdiati të birit e shpirtit shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Fytyra e Zotit është mbi ata që kërkojnë paqen. Leximi i shkurtër i orës 6 marrë nga libri Jeremis profet, kapitulli 17, rreshti 9 deri 10. Më dinake se çdo gjë tjetër është zemra e pashërueshme. Kush është ai që mund ta njohë? Unë, Zoti, shqyrtoj zemrën, sprovoj veshkat, i jap secilit sipas sjelljes së tij, sipas fryteve të veprave të tija.
Mi fal o Zot mëkatet e mia të fshehta. Dhe shpëtoje shërbëtorin tënd prej krenarisë. Të lutemi, o Zot zjarr dashurie, na dhuro flakën e shpirtit tënd, që të duam ty mbi çdo gjë dhe vëllezërit tanë me dashurinë tënde. Në për Krishtin Zotin ton. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë Hyjin.